Disa media arabe raportojnë se në sulmet e kryera sot në Teheran nga Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dyshohet se kanë humbur jetën dhëndri dhe nusja e udhëheqësit suprem të Iranit Ali Khamenei. Sipas këtyre mediave, informacioni buron nga një deklarate Mitham Mazfar, antar i Këshillit Bashkiak të Teheranit. Ai ka përmendur të afërmit e Khameneit si martir, duke lënë të kuptohet se ata kanë vdekur si pasojë e sulmeve. Megjithatë, lajmi mbetet i paverifikuar. Deri tani autoritetet iraniane nuk kanë dhënë asnjë konfirmim apo përgënjeshtrim zyrtar lidhur me raportimet. Ndërkohë, transmetuesi izraelit Channel 12 raportoi se Izraeli e konsideron të mundshme edhe vdekjen e Ali Khameneit gjatë sulmit të sotëm, duke cituar burime izraelite të paidentifikuara. Sipas këtij televizioni, ekzistojnë tregues në rritje që mbështesin këtë vlerësim, por nuk ka konfirmim zyrtar për një zhvillim të tillë. Pak minuta më herët, Channel 12 raportoi se Khamenei mund të jetë paktën i plagosur. I njëjti burim shtoi se sulmet e sotme kanë shkaktuar dëme shumë të konsiderueshme në udhëheqjen e Republikës Islamike dhe në strukturat e saj ushtarake. Deri në këtë moment informacionet mbeten bazuara në raportime mediatike dhe deklarata jo zyrtare, ndërsa mungon një qendrim publik nga qeveria iraniane. Ndërkohë, forcat ajrore izraelite kanë kryer sulmin më të madh në histori, mbi 200 avion kanë goditur 500 objektiv në Iran. Ndërkohë, në Izrael nga kundërpërgjigja e Teheranit janë plagosur 89 persona. Sa kaq Irani i kërkon OKB-s të ndërhyjë, ndërsa Pentagoni përjashton dërgimin e forcave në terren, teksa vjet në pikpyetje siguria bërthamore në lindjen e mesme. Agjencia e Energjisë Atomike i bën thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit për armëpushim në këto momente.